Të dashur shqiptar, jam shumë i tronditur sepse kam mësuar një fjalë të re të gjuhës shqipe nga gjuha arbëreshe, përpurthem, dhe varianti tjetër përputhem. Ne kujtojmë se fjala përputhen në gjuhën shqipe është një rimodelim i italishtes kombaciare, që do thot përputhem, nga fjala puthem, por në fakt është krijuar komplet tjetër nga varianti italishtes. Përputhem pra është varianti më i zgjeruar përpurthem në gjuhën arbëreshe. Dhe kuptimi i parë primordial është ndyhem, bëhem pis, e bëj në brek. Të merë, sepse në gjuhën arbëreshe purthem dhe purdhem janë të njëjta. Në gjuhën arbëreshe, edhe në gjuhën shqipe, bashkëtingëlloret e zëshme janë një lloj si bashkëtingëlloret e pazëshme. Në gjuhën arbëreshe, purdhem do thot pordhem. Dhe purdhar do thot pordhar, ai që bën pordha. Pra, përpurthem, fjalë për fjalë, do të thot lëshoj pordha dhe dhihem në brek. Nuk kam guxim ta shikoj kamerën. Nga kuptimi i përputhem, dhihem, ka marrë dhe kuptimin bëj dashuri. Pra përputhem me dikë, ose përpurthem, e përqafoj dikë, bëj dashuri, në kuptimin bëj diçka të ndyrë. Kjo për arsyen se nuk është besimi musliman ai që na pengon neve për të puthur me njëri tjetrin. Prindrit tan nuk janë puthur në rrugë me njëri tjetrin, por jo për shkak të besimit musliman. Arbëreshët kanë të njëjtën qëndrim. Një qëndrim shumë konservator. Dhe kanë marrë këtë nga moreja e Greqisë. Pra, kjo fjalë ka lindur në more të Greqisë. Fjala morea do thot mani. Mani përdore si ushqim për krimbin e mëndafshit. Arbëreshët kanë kontrolluar tregtin e krimbave të mëndafshit në shekullin e 6 të erës sonë. Justiniani i parë ka sjell krimbat e mëndafshit nga Kina në mënyrë të fshehtë dhe i ka vendosur në zonën e Mores. Dhe tregtia e mëndafshit ka qenë elementi më i rëndësishëm i perandorisë bizantine. Prandaj mbijetoi perandoria bizantine. Ndryshoi profilin e prodhimit. Nga një vend bujqësor u kthye në një vend industrial. Por jo si kjo industria sotme, ishte industri zejtarësh, por ishte një industri e fshehtë, pra ja vodhi Kinës teknologjinë e tekstileve të mëndafshit. Dhe mëndafshi është prodhuar nga shekulli 6 i erës sonë dhe deri në ditët e sotme në moret e Greqisë. Merr frym thellë. Fjala pordha është bërë purdha në gjuhën arbëreshe dhe në gjuhën arbëreshe ka lindur fjala përpurthem, do të thënë dhihem në brek. Dhe kjo është shkurtuar në përputhem. Disa kanale televizive në Shqipëri kanë nxjerrë emisionin përputhem. Duhet ta hiqni menjëherë, sepse ju nuk dini shqip. As unë nuk dija shqip përpara se sa të mësoja dialektet arbëreshe. Pra merrni me mend se gjuha shqipe është shtrirë nga Kroacia, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Çamëri, por shtrirë deri në ishujt e Greqisë dhe gjithë Greqia ka qenë e banuar me arbëresh. Më shumë se gjysma e popullsisë greke ka qenë arbëreshe. Dhe arbëreshët janë masakruar të gjithë. Janë masakruar me aprovimin e fuqive të mëdha. Kjo është gjë më e tmerrshme që ka ndodhur. Do të thënë ajo që u ka ndodhur hebrejve nuk është asgjë me atë që u ka ndodhur arbëreshëve. Ka mbetur vetëm një grusht arbëreshësh në Itali. Dhe gjuha e tyre është pikërisht baza e shumë fjalëve të gjuhën shqipe që ne nuk i kuptojmë. Fjala puth është shpjeguar gabim në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Gjoja sikur vjen nga fjala bus, që do thot puth në gjuhën perse.
Pra Jokli nuk e ka ditur që fjalët në gjuhën shqipe shkurtohen. Pra nga purdhem dhe purthem do të thot pirdhem. Bëhem pis, të lëshoj pordha, vjel për purthem. Jam komplet i pjerdhur edhe i vjerë, dhe nga fjala i vjerë ka dalë kuptimi me bë dashuri, me u puth, si diçka e keqe nga arbreshët. Si diçka e ndaluar. Me kuptimin e keq në fillim puthem ose purthem, kjo fjalë është shkërtuar më tej pra në puth dikë, dhe nga kuptimi i keq negativ ka marrë kuptimin pozitiv të sotëm. Por në gjuhën arbreshe akoma dhe sot e kësaj dite përdoret fjala përpurthem, dhihem. Ju lutem të dashur arbresh dhe të dashur çam nga çamëria, më shkruani poshtë filmit, është e vërtet që përpurthem do të thot dhihem ose pordhem? Sepse në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë ne du ta heqim fare fjalën puth, ose du ta shkruajmë me formën origjinale purthem, me r, pra të pashkurtuar. Dhe tjetë edhe kuptimin ndyhem, origjinal edhe bëj dashuri. Sepse të bësh dashuri do thotë të ndyhesh pak. Pra, cili është konkluzioni? Kjo fjalë mungon në versionin zyrtar të fjalorit të gjuhës shqipe. Unë po përfshi fjalë të arbërishtes në fjalorin e gjuhës shqipe dhe po kuptojmë shqip, se si u formua gjuha shqipe. Në fakt, quhet gjuha arbreshe dhe jo shqipe. Kjo është kaq e lemeritshme, sepse unë kam gjetur identitetin ton kombëtar. Një grua nga Pradeshi, një lloj si sudja që ju mori juve parat me firmat piramidale, kjo grua nga Pradeshi ju ka marrë gjuhën shqipe dhe ju ka bërë pellazg, ju ka ndryshuar identitetin kombëtar. Nuk ka gjë më të rëndë se sa kjo që ka ndodhur. Dhe në fjalorin e shqipes nuk janë futur fjalë të arbërishtes. Urgjentisht, unë duhet të zgjidhem si konsultant i të gjitha stacioneve televizive private. Harojeni atë shtetërore, sepse është në ndikimin e grekërve. Televizioni shtetëror është bërë altoparlant i idesë së bashkimit me Greqinë, që ta dini ju. Është bërë bashkimi ekonomik dhe dal nga dal po bëhet bashkimi politik me Greqinë, Shqipëria po humbet pavarësinë. Po humbet jo vetëm detin, po humbet të gjithë kombin. Dhe qëllimi ka qenë që në vitet 90 të boshatiset Shqipëria nga shqiptarët. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.